Mëngjesi i ditës së 51 të protestës i gjeti përpara kuvendit, ndërsa mbrëmja përpara kryeministrisë. Qytetarë dhe aktivistë u mblodhën në sheshin Skënderbeje, më pas u zhvendosën në bulevardin Dëshmorët e Kombit drejt sheshit përpara sedisë së qeverisë. Çfarë janë këta përfaqësues populli që kanë frikë nga populli që supozohet se i ka votuar? Aty përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministit Rama, si dhe rrëzimin e disa ligjeve që lidhen me turizmin dhe zonat e mbrojtura. Shqipëria e re nuk është thjesht iluzion, Shqipëria e re është ajo që ne kemi kërkuar për 35 vjet rresht. Theksuan se nuk do të tërhiqen dhe do të qëndrojnë aty deri në plotësimin e kërkesave. Ne do të jemi çdo natë për natë këtu derisa ju mos jeni më këtu. Mesazhet për klasën politike i përcollen me thirrje dhe pankarta. Ju erdhi fundi. Pas fjalimeve vijuan me marshimin e protestës në disa prej rrugëve të kryeqytetit.